Ambasadorja japoneze në Shqipëri, Kato Kikuko nga Maliqi, ka deklaruar mbështetjen ndaj shtetit shqiptar, kryesisht për çështjet socio-ekonomike dhe nga ana tjetër në infrastrukturën e pushtetit vendor, e kryesisht me dhurim logjistike. Falëndënia së këtij mjeti, kapacitetet e bashkisë për të mirëmbajtur dhe përmirësuar rrjetin e rrugëve lokale do të rriten ndjeshëm. Si rezultat, banorët e bashkisë së Maliqit do të përfitojnë nga një akses më i sigurt, më i qëndrueshëm dhe më efikas ndaj shërbimeve thelbësore administrative. Ne kemi dy prioritete kryesore në politikën tonë të zhvillimit ndaj Shqipërisë, mjedisin dhe zhvillimin e barabartë në të gjithë territorin e vendit. Dhënia e këtij mjeti është në përputhje të plotë me politikën tonë për zhvillim të barabartë në Shqipëri. Japonia ka qenë duke ofruar mbështetje për të ndihmuar reformat social-ekonomike të qeverisë shqiptare drejt integrimit në BE, në kuadër të ashtu quajturës nisme bashkëpunimit të Ballkanit Perëndimor. Kjo nismë u lançua në vitin 2018 dhe që prej asaj kohe ne kemi ofruar mbështetje në forma të ndryshme me qëllim për mbushjen e objektivave tona. Për kontributin e dhënë dhe e bashkëpunimit, Bashkia e Maliqit i ka dhuruar ambasadores japoneze një certifikat mirënjohje.